Ndërkohë që leadershipi ndodh në përditshmërinë tonë, ndodh në një grup të vogël miq, ndodh në një grup të vogël kolegësh në punë dhe në eksperiencën time në administrat, pikë së pari ka qenë një, le të themi, një surprizë pozitive për sa i përket administratës si unë e kam përjetuar, sepse në shumicën e perceptimit që administrata ka pasur të paktën përpara disa vitesh fliteshte me një, le të themi, me një hije të një administrate të karakterizuar nga burokracia, nga vashtësia, nga mënyrat e vjetra të bërit të punës, ndërkohë që unë në të gjitha ekipet që kam qenë në administrat, kam qenë së bashku me kolegë shumë të dedikuar, shumë të gatshëm për të dhënë kontributin e tyre, të cilët vinin gjithashtu nga eksperienca jashtë vendit, dhe kjo ka qenë një surprizë shumë pozitive për mua, po ky ambient të mundësonte edhe që të jepje kontributin tënd, edhe të jepje, le të themi, inputin tënd në procese. Dhe këtu ka qenë pikë takimi midis asaj që unë sillja dhe asaj që ambienti dhe zhvillimi i ambientit kërkonte. Kështu që pikërisht kjo ndërthurje ka qenë, asnjëherë s'ka qenë e thjeshtë dhe perfekte, po ambienti ka lejuar që të ketë një ndërthurje dhe secili nga ne të jepnim vërtet më të mirën në funksion të procesit.